Hëngri çdo ditë një hudhër me stomakun bosh dhe u befasua me atë çfarë i ndolli. Një nga latet më të mira për shëndetin tuaj është hudhra, por konsumi i saj me stomakun bosh bën çuditëra për organizmin, sa nuk mund ta imagjinoni. Hudhra është antibiotiku dhe antioksiduesi më i fuqishëm. Ajo mbron stomakun nga infeksionet dhe komplikacionet. Një grua e cila kishte probleme me tensionin të lartë, hëngri një kokër hudhër çdo ditë esëll, pra një thelpi hudhër në mëngjes. Kjo që është mënyra më e mirë për të siguruar dhe për të mbajtur tensionin e gjakut nën kontroll. Me mira nga të gjithë ata që konsumojnë një hudhër në ditë, edhe nuk ka asnjë efekt anësor siç është rasti i problemeve të ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Inflamacionet e të gjitha llojeve mund të parandalohen nëse përfshini hudhrën në dietën tuaj. Për sa kohë nuk e teproni, përfitimet e saj do të jenë të larmishme. Edhe ata që vuajnë nga artriti mund të kenë dobi të jashtëzakonshme nga hudhra. Ngrënia e hudhrës sjell jo vetëm të mira kundër simptomave të artritit, por edhe kundër dhimbjeve që lidhen me të. Hudhra është shumë e dobishme për mushkëritë, pasi u mbron dhe lehtëson gjithashtu problemet tuaja respiratore. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni gjithashtu edhe hudhër vazhdimisht? Hudhra është e përdorur prej kohësh si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve. Ajo është një burim i mirë natyral i ushqyesve të domosdoshëm për shëndetin dhe për organizmin. Ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit të shëndetit të zemrës. Hudhra pakson gjasat e shfaqjes së komplikacioneve dhe lufton inflamacionet. Vlerat më të mira hudhra i ofron nëse konsumohet e gjallë, sepse gatimi tjetërson të gjithë përbërësit mirëbërës të kësaj barishtaje. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e të paktën 2 thelpi hudhër në ditë që të merrni përfitime të mëdha. Hudhra është e mirë për një zemër të fortë. Një barishte i bën mirë zemrës, ajo është hudhra. Ajo ndihmon në uljen e tensionit dhe kolesterolit, por më tepër hudhra pakson rrezikun e arteriosklerozës dhe ndihmon në funksionin e enëve të gjakut. Hudhra do të ofrojë qeliza më të shëndetshme. Përbërësit e shumtë të hudhrës siç janë alicin dhe elementet e saj mbrojtës ofrojnë një mbrojtje kundër radikaleve të lira që dëmtojnë qelizat. Alicin pengon në rritjen e qelizave të dëmshme, ndërsa 2 përbërësit e tjerë i shkatrojnë ato duke formuar kështu edhe një rregull më të mirë të mbrojtjes së organizmit. Përveç kësaj, hudhra ndihmon në detoksifikimin e qelizave dhe shërben gjithashtu si një antioksidues shumë i fuqishëm. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër infeksioneve. Hudhra është e përdorur prej shekujsh si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve, sipas të dhënave të health.com. Alicin te kjo bimë është e mirë kundër mikrobeve. Sipas të dhënave, alicina te kjo bimë ndihmon trupin të largoni bakteriet siç është Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus. Hudhra është një bakterial aq i fuqishëm saqë arrin dhe mund të zbrapsë edhe bakteriet kokforta të cilat i rezistojnë edhe disa antibiotikëve. Hani hudhër vazhdimisht në dietën tuaj. Për sa kohë do të ndikojë ajo pozitivisht në dietën tuaj, do të keni edhe një zgjidhje të mirë lehtësuese për ju. Hudhra është një përbërës që nuk mungon kurrë në gatimet, që nga salcat e makaronave deri te mishi ose sallata. Ka disa sallata ose salca që kërkojnë një përbërës siç është hudhra. Sugjerohet të përgatisni salcat me hudhër vazhdimisht në dietën tuaj. Për sa kohë nuk keni tension të ulët, ajo mund të cilësohet nga ekspertët si një zgjedhje fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Hudhra përmban përbërës të jashtëzakonshëm ushqyes dhe mund të ndikojë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shëndetësorë thonë se ndërshekuj, hudhra është konsideruar si një ilaç i shenjtë, që besohet se mund të lehtësonte komplikacione të ndryshme të organizmit, që nga ftohja deri te shëndeti i dobët. Përfshirja e hudhrës në dietën tuaj sipas health.com është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës së organizmit tuaj kundër këtyre shqetësimeve. Ja cilat janë disa nga vetitë më të mira që hudhra do t'japë në shëndetin tuaj. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë gjithashtu shëruesi i jetëve përpara se të zhbuloheshin medikamentet. Në analizat laboratorike është dëshmuar se alicin, që gjendet me shumicë tek hudhra,
mund të largojë dhe të vrasë qelizat e dëmshme dhe mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Ndaj përdorimet të tilla të saj mund të jenë fantastike në rritjen e përfitimeve të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të konsumoni hudhrën e freskët sa më shumë në dietën tuaj. Hudhra mund të na mbrojë kundër shqetësimit të radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë hudhër vazhdimisht në dietën e tyre të përgjithshme ushqyese kanë më pak probleme kundër radikaleve të lira dhe janë më pak të predispozuar që të preken nga këto shqetësime. Hudhra na mbron gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të shëndetit të zemrës, duke relaksuar më mirë enët tuaja të gjakut, duke reduktuar presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht janë dëshmuar se ndihmojnë arterjet të pastrohen në mënyrë krejt natyrale, si dhe ta bëjnë gjakun më pak të ngjitshëm dhe të prirur të krijojë gjithashtu edhe mpiksje. Hudhra përmban vlera të larta të antioksidantëve të cilët i duhen me shumicë trupit tuaj dhe të frenojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Sigurohuni të konsumoni hudhrën e freskët në dietën tuaj, për shkak të elementëve antibakterial që ajo ofron në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një bimë fantastike e cila mund t'japë rezultate të mira në shëndetin tuaj edhe kundër shqetësimit të akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm, të cilët përmbajnë gjithashtu element të ndryshëm për mbrojtjen e lëkurës. Hudhra është një prej produkteve më të mira që nëse aplikohet si duhet në recetat tuaja të lëkurës mund t'japë rezultate fantastike kundër akneve. Është e mirë edhe në parandalimin e problemit të ftohjes. Përbërësit ushqyes që gjenden te hudhra mund të jenë një lehtësues i mirë i çështjeve tuaja dhe të jenë gjithashtu edhe një lehtësues i shëndetit tuaj të përgjithshëm. Hudhra është një zgjedhje shumë e mirë kundër mpiksjes së gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut tek vullnetarët është zvogëluar me 1 deri në 5% pasi kanë konsumuar hudhër. Hudhra mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundjet në zemër me 20 deri në 25%. Hudhra është shumë efektive për të përfshirë në dietën tuaj. Për sa kohë nuk e teproni me konsumin e saj, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Përfshiheni hudhrën si duhet në dietën tuaj, kështu ndikimi i saj do të jetë më i gjerë dhe gjithashtu më lehtësues. Hudhra ka efekte të pabesueshme lehtësuese në mbrojtjen e organizmit, por në disa raste duhet ta evitoni atë nga dieta juaj. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm që na ka dhuruar natyra. Përdorimet e saj janë të panumërta, madje edhe në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit. Hudhra është e mirë kundër infeksioneve, por edhe në uljen e tensionit, gjakut dhe kolesterolit. Sidoqoftë si në çdo rast, edhe përdorimi i hudhrës kërkon maturi dhe ekuilibër të duhur. Teprimi i konsumit të hudhrës mund të shkaktojë disa efekte të dëmshme për organizmin, të cilat do t'i rëndisim në këtë video sipas Brightside. Nëse teproni me konsumin e hudhrës, atëherë hudhra mund të shkaktojë disa efekte anësore, siç është rritja e riskut për gjakderdhje. Hudhra pengon rritjen e shfaqjes së trombozës dhe ky është një lajm shumë i mirë edhe për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Megjithatë, nëse ju merrni hudhër ndërkohë që merrni ilaçe të caktuara për ullimin e gjakut, kjo mund të rrisë gjasat e gjakderdhjeve të forta. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se nëse doni të kryeni një ndërhyrje kirurgjikale, nuk duhet të konsumoni hudhër, por të paktën një javë përpara shtrimit në spital. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe për problemet tuaja të stomakut. Nëse konsumohet në sasi të madhe, hudhra mund të shkaktojë të përzjera, fryrje, gjithashtu edhe probleme me gazrat dhe probleme të tjera të stomakut. Nëse keni një stomak të brisht, kujdesuni që hudhrën ta shoqëroni gjithmonë me ushqime të tjera, duke evituar kështu edhe efektet anësore. Përpos të tjerave, hudhra mund të shkaktojë erë të keqe të trupit dhe të gojës, ndaj duhet ta përdorni me kujdes në të mirë të shëndetit tuaj për të evituar këto komplikacione. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.